Ky është një sulm drejtu zëvendësministrit Mehani dhe nuk është një përleshje për ndonjë diskutim I cili ka qenë më herët I shtyr nga një takim I mëparshëm aty, por pra ne kemi qenë në lokal, kemi qenë të diskutu dhe ai ka ardhur direkt tek tavolina jonë. Po në sulmin që po e përmendni ju, sulmi është drejtuar vetëm zotrit Mehanit apo edhe aktivistëve tjerë që keni qenë të ulur në atë tavolinë? Kur sekretari I Uniqendrës Bahri Zabeli ka tentuar me ndërhy në mënyrë që mos me vazhdu situata, pra ai është sulmu, por ai është sulmu nga disa persona të tjerë, edhe domethënë ka qenë I sulmuar për vetë zotit Mehani edhe sekretari I Uniqendrës Bahri Zabeli. Zona Feza, mas jemi krejt në fund ishna me të pyet për gjendjen e zotrit Mehani, nëse keni ndonjë informacion të fundit se është gjendja është stabile gjendja e tij? Unë isha në vizitë në mesditë dhe gjendja më duk stabile, por si duket tani ka një vlerësim të mjekëve që janë përgjegjës aty që duhet qëndroj dhe tjetë në kujdesin e mjekëve. Për informata të tjera të detajume, unë nuk jam e fushës, do është mirë me ju drejtu në çdo kohë institucioneve dhe ata mundën me jap informata më të sakta. Krejt për fund do të qëndroj zotri Mehani kandidat për deputet në lëvizjen vetëvendosje për zgjedhjet e 7 qershorit? Unë jam e bindur që po, nuk ka pas asnjë diskutim të tillë, as nuk ka ndonjë diskutim të tillë. Ai është edhe zëvendësministër, por është edhe kandidat I yni për këtë zgjedhje. Falenderoj shumë për këto sqarime. Faleminderit, kënaqësi. Ata shqipe kaq nga kjo lidhje direkte, unë po e kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit shumë zëqer për informacionet. E tani të nderuar shikues, tashmë veç